Qartë. Selam, doja që ta vazhdonim bashkë pikërisht aty ku e la ambasadori. Europa e shqetësuar, Europa e tensionuar për shumë e shumë arsye. Ndërkohë që është shumë e interesuar që të çlirojë ngushticën e Hormuzit. Nuk e bëri atëherë kur e kërkoi presidenti Trump, por përpjekje ka. Po, Franco, përpjekje ka, mirë po me tensione të larta. Duke u bazuar se aktualisht liderët evropian kanë marrë një informat nga paka shumë dhe shumë diplomat evropian dhe revista Politico, ku Pentagoni dhe presidenti Trump kanë emruar paka shumë shumë vende cilat janë nxënës të mirë dhe nxënës të këqij, ku për shembull Spanja dhe Britania e Madhe duken si nxënës të këqij, nxënës mesatar Franca dhe Italia, dhe Gjermania dhe Austria nxënës interesant sipas Pentagonit. Është një situatë të jetë e mjegut me turbulenca diplomatike, ku diplomatët evropian nuk kanë shumë fuqi në duar në negociatat mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ashtu siç e thatë dhe ju, kur presidenti Trump kishte kërkuar ndihmë nga europianët, presidenti Macron në krye thoshte se nuk do të ketë ndihmë sepse nuk na keni konsultuar për një luftë të tillë dhe nuk jemi përgatitur për një luftë të tillë, dhe tashmë prapë sekretari i mbrojtjes amerikan Pete Hegseth paka shumë i vazhdoi sulmet nga Pentagoni për europianët, duke i krahasuar si të dopt dhe që nuk e ndihmojnë Amerikën në këtë momente, mirë po prapë përgjigjja europiane dhe vetë presidenti Macron nga Athina u përgjigj në formë indirekte se Europa mbetet e shqetësuar se çka po ndodh në dialogun Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ndihmojë në kohën dhe mënyrën e duhur. Tash, cila është koha e duhur? Natyrisht që pritet që konflikti të ndalet, luftimet të ndalet, anëpërshimi të vazhdojë, mirë po në këto momente, siç tha dhe ambasadori, është e vështirë të dihet se a do të kemi përshkallëzim apo jo, duke u bazuar se ministri i punëve të jashtme i Pakistanit i Iranit, e ka lëshuar Islamabadin, nuk është takuar fare as me delegacionin amerikan, me Steve Witkoff dhe Jared Kushner, të dy dërguarit e presidentit Trump, dhe natyrisht për europianët është shumë e rëndësishme, po ashtu dhe çka po ndodh në Liban aktualisht. Përveç krizës në Iran, është dhe Libani një shqetësim shumë i madh.